sa takon grupit parë, shumica atyre ecet me projekte. Shumica projekteve bën në Google Map pa e vizitu fare. Shumica projekteve janë të ndërtuara nga kompanitë që i zbatojnë ose me personat përfshirë pra prej tyre, do thotë janë kushtet e konfliktit të interesit. Pra dhe i ndërtojnë dhe i supervizojnë. Shumica dhe hallka më dobët në tërë këtë proces nuk është kosto t'i vënë aq sa duan. Shteti është dorë lëshuar dhe deri në dyfishin e kohës për ta përfunduar dhe dyfishin e kostos për ta përfunduar, pra është krejt dorë lëshuar me to. Dhe ndahen midis kompanive, vetë ndarjet me lota e me radhë janë thjesht një ndarje tregu dhe përgjimet që kanë dalë për zonën Balluku e me radhë provojnë që ka një mekanizëm shpërndarje që ka shumë përfitus dhe në fund fare kompanitë që zbatojnë, ndoshta nuk arrin ta stimulojnë në kohë jo, po edhe me zimulojnë kostot e veta. Ku vjen puna te kompanitë që i zbatojnë, pra është nën kontraktim mas nën kontraktimi. Ndoshta betonin që kanë aty mund ta çojnë për pallat ose për kulla. Pastaj kur flasim për supervizionin, në shumicën e rasteve supervizorët i pajtojnë të jashtëm, por që gjithsesi në kushtet e konfliktit të interesit. Fondet që e Banka Botërore në mjaft raste projekte. Ndërpresë një moment të lutem, sepse kam lajm në kohë reale. Ami Kozeli, kreu RSH-s, është në këtë çaste në konferencë për shtyp dhe është shprehur. Nga analiza e kryer, shkaku kryesor i kësaj situate mbetet dikimi i rreshjeve intensive dhe të zgjatura që kanë shkaktuar erozion lumor duke çuar në rrëshqitje të vazhdueshme dhe në seri. Dhe janë marrë një seri vendimesh, ndërtimi një rrugë 3 provizore në shtratin e Lumit Shkumbin, rakortimi menjëhershëm e kurudhën shqiptare, agjencitë kombëtare të mjedisit dhe agjencitë e menaxhimit burimeve ujore për menaxhimin e situatës, prishja e urës ekzistuese, lehtësimi i rrugës së prishur dhe ndërtimi një skarpati natyror që do të mundsojë ndërhyrjen, sistemi ujrave në gjithë zonën përreth të përmirësohet dhe të menaxhohet më mirë, devijimi i rrjedhjes së lumit që godet rrugën dhe e kurudhën. Erozion lumor, meqense kishe merak i dashur Zef. Sigurisht që fajne ka parajsa ka qenë filmi, fajne ka parajsa tatimore, doganore, fondeve buxhetore për të vërtetës, por mungon përgjegjësia njerëzore sa i takon mbikëqyrjes, sa i takon mirëmbajtjes, sa i takon kolaudimit të marrjes në dorëzim. Askush nuk mund të thotë shqiptarëve sot se nga këto rrugë të shemura, cilat nga ato janë marrë në dorëzim dhe cilat nga ato s'janë marrë në dorëzim. E njëjta gjë për veprat e artit brenda tyre. Nga ato çfarë është shkruar dhe fol këtë ditë vetëm për një pjesë tuneli, një tunel tek Qafthan, Qafpllojt, një tunel konsiderohet që thuhet, nuk e di sa vërtet është, që është marrë në dorëzim dhe është të cilësisë mirë. Pra asnjë nga tunelet e tjera, që nga tuneli Llogarasi deri tek tunelet në rrugën e Arbrit. Po të cilën thoshte hidhni edhe ndonjë pjesë hekur se e morët në qafë. Pikërisht. Pra me këtë duhet të them që hallka më dobët metet kolaudimi, kjo supervizioni, zbatim dhe kolaudimi apo marrja në dorëzim. Që praktikisht të gjithë stafin që merret me këtë gjë, sot ne duhet ta kishim praktikisht Më fal, e di pse bëj këtë pyetje, Zef, se për shembull kur shikoj masat që po ndërmerr dhe i thot kreu i RSH-s, pra i thot ne do ndërtojmë një rrugë të re, do bëjmë pra të njëjtët njerëz që kanë shkaktuar. E kthejnë dhimbjen në forcë, do thotë që kthehen tek shfrytëzimi i katastrofës, fatkeqësisë, fatkeqësia është njerëzore, për tjera dhe askush nuk mban përgjegjësi për çfarë ka ndodhur. E imagjinoni do të që të thresësh sot shërbimi gjeologjik apo struktura tjera dhe askush nuk ulet të hap hartat, të hap projektet që janë bërë, edhe përse përgjegjësia është konkrete, nuk e bëhet fjalë më për ta kërkosh tek Perëndia, është naive si trajtim. Është thjesht fare. Ne kemi trajtuar rastin e Jonaid Myzyrit. Jonaid Myzyri është në SPAK për një tender për mirëmbajtjen për rrugën Reps Fushares, mos gaboj. Me këtë standard duhet shkohet deri në fund, mos e shumë herë më rënd kjo, se ajo është një rrugë e vjetër dhe abuzimi më i madh që ndodh këtu për te vjedhjes që bëhet në këto projekte që nuk dihet se shkojnë tu para, është pikërisht me tendera që bëhen për mirëmbajtje të rrugës. Ka një mungesë transparencë të plotë dhe ne kemi parë në rrugën e Kombit se ç'a ndodh. Në rrugën e Kombit ne e pam një ditë rreshje shiu dhe aty bëhet katastrofë. Llogarit se çfarë ndodh me ato rrugë që nuk janë rrugë të aksesueshme apo rrugë dytësore. Dhe rasti i Jonaid Myzyrit do duhet të ndiqet edhe këtë se këtu nuk është thjesht që është erozioni lumor, se nuk mund të kapë erozioni lumor të gjithë rajonin e Lugdindjes dhe si dhe ka erozioni lumor edhe me Golemin, pra. Kjo është ideja. Janë investimet për te kësaj se ne janë mundësi të pakta të merresh me gjithë
gjitha këto skandale, më fal, vetëm diçka. Janë edhe investime që bëhet në rrugët, në lagjet e brendshme të qytetit. Nëse e keni vënë re në Durrës, në Tiranë apo në pjesën ndërmuese të qyteteve, degradojnë brenda vitit parë. Dhe ku të çon logjika që e thon gjithë ekspertët, thonë që ato para që janë vjedhur te rrugët, pra i beton që është vjedhur tek rrugët, ku ka shkuar? Mund të ketë shkuar tek kullat dhe ndërtimet Tiranë, se nuk ka shpjegim tjetër që Shqipëria, Tirana në 10 vitet e fundit është shtuar me 40.000 banorë, ndërkohë që ne kemi 10 milion metër katror ndërtime. Pra ti thua të gjithë, se shiko, më ka shkuar Meri Lika, është lidhja e kompanive që kanë ndërtuar këto rrugë që kanë me sektorin e ndërtimit. Dhe këtu qartazi jemi përballë një skeme abuzimi që nis te vjedhja e atij betonit në rrugë apo atij asfaltit, edhe vjen tek betonin Tiranë që lihet kolateral në bank. Tu është gjithë